Ekspertë të ndryshëm kanë ngritur alarmin për një draft që po qarkullon në Ministrinë e Arsimit, ku sipas tyre do të miratohet një ligj për futjen e edukimit seksual në shkolla. Ju si mendoni, a do të ishte okay për një fëmijë 4, 5 apo qoftë edhe 6 vjeç ta ketë këtë si lëndë? Edukimi seksual është do janë një njohuri që ndërën patjetër sipas grup moshës, në mënyrë të strukturuar të gjitha fëmijët më tepër të jenë të informuar mbi disa elementë kyç për sa i përket edhe moshës dhe nivelit të zhvillimit dhe aftësisë perceptuese që ka fëmia. Patjetër që për mendimin tim është diçka shumë e rëndësishme, normalisht duke filluar nga disa elementë që janë mjaftueshëm për të kuptuar nga fëmia, siç janë ndoshta pjesë të trupit caktuara, diferenca gjinore midis femrës dhe mashkullit. Aq sa fëmia mund të kuptojnë atë moshë, por patjetër është një gjë shumë e rëndësishme për të parandaluar ndoshta shumë problematika që mund të vinë me kohën. A i fiksojni edhe ju sipas shumë syresh një propagandë që po zhvillohet në këtë drejtim, edhe nëse është e tillë, cili është benefiti? Për sa i përket benefitit që mund të përfitojë një fëmijë nëse fillon edhe kjo platforma, le të themi, përhapet më tepër tek fëmijët, ndoshta me kalimin e kohës rritet ndërgjegjësimi midis diferencave gjinore, rritet ndoshta niveli i të kuptuarit, çdo të thotë pjesë intime, sepse shumë fëmijë ndoshta në një moshë shumë të vogël nuk arrin të kuptojnë cilat janë zonat e trupit, cilat i përkasin vetëm atyre, cilat janë individët tjerë rreth tyre që mund të kenë akses qoftë në prekje, qoftë edhe në përqafuar apo në të puthur. Se fëmia ndoshta fëmijë i vogël, por me kalimin e moshës fillon edhe ka zgjedhon në rrjetin social, fillon marrëdhënie me të tjerë dhe nuk e kuptojnë cilat janë pjesët kryesore që mund të janë të rëndësishme dhe janë shumë personale për të mos u aksesuar nga çdo kush. Me rritjen e moshës mund të kuptojmë dhe të parandalojmë ndoshta bullizime që mund të ndodhin, ndoshta fyerjet apo stereotipet caktuara gjinore, ndoshta në një të ardhmen pak më të vonshme mund të parandalojmë abuzimet caktuara seksuale ose zhvillimet të padëshiruara tek fëmijët dhe adoleshentët që hyjnë në moshën e pubertetit. A jemi gati ne që të fillojë edukimi seksual që në kopësht? Kur e thua edukim seksual, tingëllon se diçka shumë e fortë, ndoshta edhe për kësaj impakti që lën në shoqëri mund të jemi pak skeptik në mënyrën se si mund çfarë do jetë tek anëtarët e shoqërisë. Por nëse ne përdorim terminologjinë e duhur, në sensin jo drejt për drejt në termin edukim seksual, por të njohur mbi trupin e fëmijës, të kuptuar diferencave gjinore dhe të tjera, patjetër që me kohën dhe me mënyrën se si ka evoluar perceptimi mbi këtë aspekt, mendoj që ndoshta mund të hasim vështirësi në vende të caktuara, por në këndvështrimin tim edhe prindrit e rinj që po vinë janë më tepër të ndërgjegjësuar rreth këtyre problematikave që hasin nga mungesa e informimit. Por që ne mendoj që do të jetë një fazë fillestare mund të jetë shumë e rëndësishme ndoshta edhe për të testuar se deri ku mund të shkojë pranimi nga masa dhe nëse nuk kemi një pranim të mirëfillt të bëhet një fushatë sensibilizuese për të benefitet që mund të sjellë ky lloj edukimi tek fëmijët. Por mendoj që deri ku mund të jemi deri të pranueshëm që ky lloj edukimi të fillojë ndoshta edhe më herët se ka filluar që në ndjenim tim fillon diku tek shkollat fillore që janë në pjesën e dytë shkollës fillore në klasën e 6 të 7 siç ka pasur lënda e edukimit seksual. A ka rrezik që temat caktuara të trajtohen në mënyrë të papërshtatshme për moshën edhe të krijojnë pastaj konfuzion tek fëmijët, pra gjithë ky informacion edhe i panjohur për ta, por edhe i shtuar në masë t'i konfuzojë? Nëse përdoret në formën e duhur dhe nga profesionistë të caktuar dhe i mirë strukturuar, normalisht nuk ka pse të krijojë konfuzion, sepse ai është një lloj informacioni i strukturuar për sa i përket edhe grup moshës të cilës i referohet. Por risku qëndron në rastin se kemi të bëjmë me persona që nuk janë adapt, që ta zhvillojnë këtë lëndë apo të japin këtë lloj informacioni dhe ky lloj informacioni të kesh kuptuar apo të kesh interpretohet nga fëmijët ose edhe nga prindërit dhe pastaj të kesh përdoret në forma të ndryshme. Por nëse jemi në një link të strukturuar dhe nga profesionistë që janë brenda kapacitetit të tyre për ta dhënë si informacion, mund të jemi në rrugën e duhur dhe të eliminojmë të gjitha këto komponente që mund të na shkaktojnë një keq informim apo keq interpretim të
një lloj informacioni që do jepet. Si duhet të reagojë një prind kur fëmia bën pyetje intime? Të mundohet t'ia shpjegoj fëmijës me termat e duhura, që mund të jenë shumë të lehtë për kuptuar nga fëmia. Normalisht fëmijët kanë përdispozitën për të interesin dhe kurreshtin për të kuptuar shumë gjëra dhe nëse vëmë re në raste që në përditshmëri apo nga fëmijë që bëjnë pyetja e parë që vijnë në pyetjet është si linda unë. Domethënë ky është një informacioni që normalisht ne si të rritur nuk mund t'i japim në mënyrë shkencore se si ka ndodhur ky proces, por patjetër që mund të luajmë me fjalë duke ia shpjeguar në një formë të caktuar derisa fëmia të arrijë të kuptojë me terminologjinë e duhur se si ka ndodhur. Prindi do të ishte mirë që të jap një përgjigje sa më të kuptueshme për fëmijën dhe jo t'i drejtohet me përgjigjen që turp këtë nuk mos më pyet për këtë gjëra, kjo është gabim, sepse rrit më tepër ndjenjën e turpit dhe në të ardhmen mund të sjellë që fëmia të kufizohet në problematika që mund të hasë në shoqëri dhe nuk do të referojë të gjitha ato shqetësime tek prindi dhe pastaj mund të kemi problematika të tjera dhe ndoshta të jetë viktima edhe të rasteve më ekstreme që janë abuzime seksuale. Si mund të flitet me fëmijën për turpin, pubertetin apo për marrëdhëniet seksuale pa i frikësuar edhe pa krijuar turp apo ankth tek ata? Kjo vjen që duke vazhduar edhe përgjigjen e pyetjes së parë që në hershmëri kur fëmia fillon të ketë pyetjet e para rreth mënyrës se si e percepton veten dhe se si i shikon të tjerët dhe kur të arrijmë në fazën e pubertetit nëse kemi arritur t'ia shpjegojmë me termat e duhura dhe të kuptueshme nga fëmia dhe gradualisht me moshën kur fëmia pyet për më shumë t'ia shpjegosh ndoshta edhe në bazë të kuptuar akoma më shumë këtë proces, në moshën e pubertetit normalisht do ta kemi terrenin më të sigurt që t'japim një informacion pak më shumë dhe që fëmia atëherë ta kuptojë pa e keq interpretuar apo e keq përdorur këtë informacion që mund të marrë ndoshta edhe nga të tjerët. Sepse nëse ne si prindër nuk i japim këtë informacion, mund të hasim në probleme që fëmia do ta kërkojë patjetër këtë informacion ose në shoqëri ose në internet dhe nuk kemi sigurinë që do marrë informacionin e duhur në të dyja këto rrugë dhe këtu do jetë problemi ndoshta më i madh që do jetë më e vështirë për ta trajtuar ne si prindër dhe për ta riorientuar edhe një herë në rrugën që mund të ketë në vazhdimsi. Në familjet shqiptare, ku shumë tema intime vazhdojnë të konsiderohen ende si tabu, si mund të krijohet një besim që fëmia të flasi hapur me prindin? Duke pranuar çdo lloj pyetje që fëmia vjen. Sepse në mentalitetin tonë normalisht këto pyetje për sa i përket aspektit seksual vazhdojnë të jenë të papranueshme edhe në moshat të rritura. Pra, sa herë që kemi të bëjmë me tema të tilla, secili prej anëtarëve shmanget ose nuk ka përgjigje ose ka një përgjigje agresive le të themi që kjo nuk është e pranueshme në familjen tonë, që janë të pyetje dhe gjëra të kësaj natyre. Por nëse ne fillojmë dhe arrim të kuptojmë që nga gjatë zhvillimit fëmia ka kurreshtin dhe interesin për të kuptuar shumë gjëra dhe kjo është shumë normale. Sepse vjen me rritjen dhe me zhvillimin e fëmijës dhe madje shumë prindër do të shqetësohen nëse fëmia nuk e bën një pyetje të tillë. Sepse nëse nuk ta drejton ty si prind, do ta drejtojë diku tjetër këtë pyetje dhe ndoshta do marrë një përgjigje të gabuar. Pra, si prindër do të kuptojmë që këto janë pyetje krejtësisht normale dhe kemi të bëjmë një zhvillim të shëndetshëm të fëmijës në rast se kemi të bëjmë pyetje të tilla. Dhe duke e pranuar si fenomen apo si pjesë të zhvillimit të fëmijës dhe të rritjes, patjetër është një hap shumë i rëndësishëm për të mos e kthyer në formë bumerang të pyetjet tek fëmia dhe duke shkaktuar këtë lloj gjendje psikoemocionale që janë rritja e ndjesisë të turpit, sepse normalisht një fëmijë kur merr një përgjigje që kjo është gabim dhe është turp, rritet ndjesia e turpit dhe e fajt se bëra një pyetje të tillë dhe rritet edhe ngarkesa emocionale që mund të çojë pastaj në problematika të tjera të problemeve të ankthit apo të një ngarkesës emocionale që mund të fillojë dhe të ndoshta më vonë mund të projektohet si jashtëm duke tentuar të kryejë akte të caktuara për të kuptuar vetë problematikën, ndoshta në shoqëri me anëtarë të tjerë të shoqërisë apo duke rënë qenë pjesë duke qenë viktimë e situatave të caktuara sociale që vijnë si pasojë një ngarkesës emocionale dhe mos shkarkimit të kësaj ndjesie dhe të shkaktuar në familje nga mospranimi dhe mos diskutimi i problematikave të ndryshme që fëmia ndjen. A sjell kjo i shtyn kjo që sapo thatë pra mungesa e komunikimit apo një komunikim i gabuar nga prindi, a sjell pastaj që fëmia të marrë informacione të gabuara dhe të eksperimentojë në mënyrë të rrezikshme?
pikërisht duke e vazhduar edhe një atë që kotoja pak më përpara, mungesa e informacionit dhe mungesa e pranimit do të sjell patjetër që fëmia të tentojë që të marrë informacion ndoshta në vende të gabuara dhe pa dashur të jetë viktimë e situatave të caktuara që do të ishin mirë të shmangeshin. Sepse në një formë apo në një tjetër fëmia apo adoleshenti ka nevojë të kuptojë pak më shumë dhe të kuptuarit ndonjëherë dhe marrja e informacionit nuk është fatkeqësisht kaq selektive sepse ka shumë informacion dhe fëmia e ka vështirë të zgjedhë informacionin e duhur, sepse jemi duke folur me një fëmijë apo adoleshent që është në pjesë zhvillimi dhe nuk është krijuar akoma identiteti i tij dhe rrezikshmëria dhe predispozita për të qenë pjesë e këtyre situatave apo e këtyre informacioneve të pastrukturuara ndoshta edhe të keq informuara është shumë e lartë. Dhe jo vetëm në sjellje të caktuara antisociale, le të themi, pjesë viktime situatave të dhunshme apo pjesë e klaneve të ndryshme që mund të shkaktojnë sjellje agresive, por edhe në të qenë viktime situatave ku mund të jetë prej abuzimeve apo bullizimeve apo ndoshta edhe thjesht të thyrjeve. Nëse ky ligj do të miratohet, kush do të kontrollojë përmbajtjen që do të mësohet fëmijëve dhe transparencën ndaj prindërve? Patjetër që duhet të jetë një ekip i cili është i mirë informuar dhe adakt dhe profesionist në këtë fushë. Nuk mund të lejohen njerëz apo individ që janë profesionistë në fushë tjetër që të strukturojnë apo të mbikëqyrnin të gjithë platformën apo gjithë planin e krijuar. Duhet të jenë persona që janë profesionistë në këtë fushë që e njohin mirë psikologjinë e zhvillimit të fëmijës dhe të gjitha njohuritë që fëmia me moshën mund të arrijë të kuptojë nëpërmjet fazave të caktuara të zhvillimit. Pra nuk mund të lejojmë një profesionist në një fushë tjetër që të krijojë një plan të tillë për në hyrje tek fëmia sepse riskon ndoshta që të kemi një efekt të kundërt dhe atë efekt që ne dëshirojmë të japim tek kjo grup moshë. Shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit.